Një ndeshje e rëndësishme do të zhvillohet në stadiumin Bus Liqenit në Strug, aty ku do të përballen kampioni në fuqi Struga Trim Lum dhe lideri aktual dhe pretendenti kryesor për titullin kampion, ekipi Shkëndijës. Struga Trim Lum është skuadra e vetme që në këtë kampionat nuk ka pësuar humbje nga Shkëndija. Prandaj, duke u bazuar në këto statistika, mund të thuhet se vendasit janë favorit nga fakti se janë edhe vendas dhe kanë përkrahjen e tifozëve. Por ajo që është e sigurt se dy skuadrat pretendojnë lojë korekte të nivelit më të lartë dhe le të fiton më i miri, ndërsa drejtësia i është besuar të ndajë nderim te fiku nga Kumanova. Skuadra tetovare në Strug ka udhëtuar sot pas seancës së rregullt stërvitore. Futbollisti titular i skuadrës Kuqezi, Kamer Qaka, në pritje të kësaj ndeshje derbi, saqë përkundër lojrave të shumta, skuadra është e përgatitur dhe e motivuar për të vazhduar rrugëtimin drejt titullit kampion. Motivimi duhet me qenë 100%, se duhet me marrë 3 piket, s'kemi fitore me Strugën që shumë ndeshje 4-5 loja. Besoj si na do dalim për fitore, dhe inshallah dhe marrim 3 piket. Qaka është i vetëdijshëm se përkundër presionit të madh, Shkëndija gjithmonë dëshmohet në momentet më të vështira. Unë besoj presion kemi, se veci kemi 4 pikë, jemi mirë për momentin, rondë e se loja, ajo është garant, po veç për fitore do të më shku këto loje të fundit, unë si e kam mendimin. Një ndeshje vendimtare për mbijetesë zhvillohet në stadiumin e qytetit në Gostivar, aty ku do të përballet Besa e Dobërdollit dhe ekipi AP Brera nga Strumica. Për vendasit pos fitores, çdo rezultat tjetër do të ishte i kopshëm. Nesër na pret një ndeshje shumë e rëndësishme me Brera, do të jetë një ndeshje direkte e cila do të vendos për pjesën e fundit të kampionatit. Jena përgatitur maksimalisht për këtë ndeshje dhe shpresoj dhe besoj se gjithë ekipi jena të vetëdijshëm se çfarë ndeshje është dhe jena të gatshëm të japim maksimumin dhe të marrim 3 pikët. Drejtësinë në këtë përballje do ta ndanë arbitri kërçovar Aleksandr Grujovski. Gostivari Pelisteri, ndeshje kjo e cila pritet të zhvillohet në Strumic, shkaku i suspendimit të stadiumit Boris Trajkovski në Maxhari. Në Arena Todor Projeski në Shkup përballen Rabotnički dhe Sileksi, ndërsa Tikveshi është i lirë. Të gjitha ndeshjet fillojnë në ora 16.